Po shihet që nuk ka rrugë tjetër përveç organizimit të një proteste masive, ta bojkotojmë pagesën e energjisë elektrike. Deri me datën 28, kur është edhe afati ligjor për dërgimin e komenteve tek zyra rregullatorit për energji elektrike, ne kemi bërë thirrje të gjithë anëtarëve të grupit SPARE, i cili deri me tani ka për 2000 anëtar, që t'ju shkruajmë të gjithë zërejës dhe të shprehim pakënaqësitë tona, kundërshtime dhe argumentet që ky vendim nuk duhet të merret. Krahas kësaj, jemi duke bërë informimin sa më shumë të qytetarëve, qoftë përmes deklaratave, qoftë përmes takimeve të rregullta. Kemi takuar avokatin e popullit, mandej sot kemi pasur një takim shumë të mirë me lidhjen e bizneseve. Jemi duke diskutuar me shumë organizata jo qeveritare, në mënyrë që të informojmë të gjithë dhe të kërkojmë prej të gjithëve që të angazhohemi dhe ato kundërshtimet që ata i kanë të shprehin edhe në publik. Dhe mbi të gjitha, po shihet që nuk ka rrugë tjetër përveç organizimit të një proteste masive, ku ne do të ftojmë të gjithë qytetarët që dalim bashkërisht ta kundërshtojmë këtë vendim dhe të kërkojmë që mos të merret. Po ashtu, krahas kësaj, do të thotë ne nuk do të ndalemi vetëm me aktivitetet që i tregova. Është një propozim që nëse ky vendim merret, ne do të ftojmë të gjithë qytetarët e Kosovës që ta bojkotojmë pagesën e energjisë elektrike, përderisa ata po kanë të drejtë pa konsultime publike, pa e marrë parasysh interesin e qytetarëve, duke e ditur krizën me të cilën po kalojmë aktualisht si vend, dhe po japim vetes të drejtë që të shtrajtojnë çmimin e energjisë dhe krahas kësaj ne e dimë që do të ketë zinxhir të shtrajtimeve të çdo çmimi, të çdo produkti jetësor tonë, atëherë edhe ne qytetarët e bartin të drejtën që të shprehim kundërshtimin tonë duke e bojkotuar edhe pagesën. Dhe mandej të shohim nëse do të fitojnë qytetarët apo do të fitojnë ata të cilët marrin vendime të dëmshme në krah të qytetarëve. Po ideja është që me 28, kur është edhe përfundimi i afatit ligjor për dërgimin e komenteve, krahas atyre që ne i kemi dërguar përmes postës elektronike, përmes email adresës, t'i marrim disa kundërshtime të shkruara dhe t'i vendosim afër tyre. Pra ideja është kjo, ne do ta përdorim çdo mjet demokratik për ta kundërshtuar këtë vendim, qoftë përmes aksioneve, qoftë përmes protestës madhe, mirë po dhe asaj që thash thirrjes për bojkot të pagesës.